E bajmë dasmën me këtë ftesë në një prej oboreve karakteristike shkodrane, atë të muzeut Osokuka, u organizua një dasmë e veçantë dhe krejtë ndryshe prej të tjerave. Nuk kishte një dhëndër menuse, por një orkestër në ndritimin e maestro Lorenzo Radovanit, që interpretoi këngët e ritualit të dasmës shkodrane për një kauzë. Të ardhurat e këtij eventi do të shkojnë për fëmijët me çrregullime të spektrit autik dhe prandaj përveç qytetarëve të shumë të ju bashkuan edhe autoritetet vendore të Shkodrës si dhe bizneset. Shiko, është tentativa e disat kjo që bëhet për ta ristrukturuar dasmën, për ta zhveshur nga influencat e ndikimit jo tonat, për ta pasur sa më autoktone si në tekst ashtu edhe në muzikë, në kadencimet muzikore. Ne mundohemi të punojmë vetëm me segmentet shoqërisë që kanë nevoja më shumë se sa njerëzit që në ditë në përditshmërinë e tyre, edhe pranoj që kjo është arsyeja sepse kemi pasur edhe këtë prezencë kaq madhe. E kanë shijuar pafund këtë mbrëmje dhe muzikën e përcjell nga artistët e rinj, prandaj qytetarët shkodran thonë se mbrëmje të tilla nevojiten edhe më shumë. Shumë bukur, kaluam u kënaqshme. U kënaqshme. Sa nevojë ka Shkodra për mbrëmje të tilla? Ka shumë nevojë për aktivitetet më ishme kështu, sidomos artistike. Unë rri jashtë kanë shumë bukur, zemra gur, që më thon më shumë. Shpresoj ta bëjnë për çdo vit me bën nivel më të madh. Ndoshta në stadium. Por gjithsesi, je lumt. Shumë. Patjetër, donacioni duhet të jetë motiv i qytetit Shkodrës, siç ka qenë gjithmonë edhe të parëve tonë. Synohet që kjo nismë të kthehet në një traditë për t'ju ardhur në ndihmë fëmijëve me çrregullime të spektrit autik, duke ju siguruar seanca terapie.